Në qytetin Gjesën të Gjermanisë, grupimi Antifa organizoi një protestë të dhunshme më 29 nëntor, kundër një konference që po mbahej nga Partia e së Djathtës Gjermane, Alternativa për Gjermaninë. Mbi 2000 persona të grupimit të Antifa sulmuan politikanët gjermanë, thyen makina dhe çfarë gjetën përpara. Më pas u konfliktuan edhe me policinë. Disa policë raportohet se u lënduan në përpjekjet për të ndalur dhunën. Kush i frymëzon dhe kush i financon në Gjermani këto grupime që sulmojnë një partie që sa vjen dhe rritet në përqindje? Alternativa për Gjermaninë është një parti politike që bën betejën e saj kundër migracionit ilegal dhe të pakontrolluar, kundër kontrollit absolut nga Bashkimi Evropian, kundër financimit të luftës, kundër krizës të pashkak energjitike, kundër luftës që po i bëhet krishtërimit, kundër media sistemike dhe censurës, plus një seri pikash me rëndësi në programin e saj qeverisës. E pra, një parti me ideologji krejt të kundërt nga parazitët majtisë të grupimit Antifa, që nuk njohin komb, adhe, fe, familje, kufi, gjini, por nuk njohin as punën dhe mundin për të ndërtuar, organizohet për shkatërim dhe trazira, episode të përgjashme dhe tension për qytetarët taksapagues, që në fund të fundit janë të lirë të mbështesin çdo parti politike që dëshirojnë. Pse sulmohet pikërisht kjo parti e djathtë, aleate me lëvizjen MAGA? Aleate e Marine Le Pen dhe përfaqësuese e denjë vlerave të së djathtës? Mos ndoshta në kohët që po jetojmë është krim që të jesh patriot? Mast Channel. Please subscribe.